Medreseja e Korçës organizoi sot një program artistik me rastin e festës së 7-8 marsit, si dhe në kuadër të 125 vjetorit të çeljes së mësonjtore së parë shqipe dhe 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Në këtë organizim të përgatitur nga nxënësit në bashkëpunim me mësuesit dhe drejtorinë e shkollës, morën pjesë prefekti i Qarkut Andrea Mano, përfaqësues nga Këshilli i Qarkut, nga Bashkia, nga Drejtoria Arsimore dhe Universiteti i Korçës, si dhe prindër e mësues të shkollave të ndryshme. Drejtori i Medresesë së Korçës, Omer Çallësh, ka çelur aktivitetin duke uruar të gjithë mësuesit dhe nënat. Ai tha se dy vlerat më të mëdha janë mësuesi dhe nëna. Çfarë do të themi, nuk mund të themi se shpërguam gjithçka që meriton mësuesi. Njëra nga dy vlerat të cilin fjalët dhe fjalit nuk mjaftojnë të shpjegojnë është mësuesi dhe tjetra është nëna. Mësuesi është gjithçka, por nëse do të shpjegojmë vetëm me një fjalë, mësuesi është dashuri. Armiku më i madh dhe shkaku i çdo problemi është paturia. Dhe ilaçi i kësaj sëmundje është dina. Këtë e bëjnë prindërit dhe mësuesit. Sot mësuesve dhe nënave tone, jo një lule, por të gjithë lulet e botës të dhëronin përsëri do të ishte pak. Ju uroj gëzuar ditën e mësuesit dhe nënave. Programi u pasua me recitime për gjuhën shqipe dhe mësuesin me këngë dhe dramatizime, të cilat bënin apel për ruajtjen dhe pasurimin e gjuhës shqipe si amaneti të parëve tanë. Nxënësit e shkollës së medresesë me rastin e festës së 8 marsit shpërndan lule në respekt të nënave dhe motrave të pranishme në sallë. Gjithashtu në programin artistik u përfshi edhe një konkurs mes nxënësve të shkollave të Korçës, Pogradecit, Ersekës dhe Bilishtit, të cilët sollën krijimet dhe interpretimet e tyre. Çmimi i parë u fitua nga nxënësi Kristian Koroveshi nga shkolla Themistokli Gërmenj. Prefekti Andrea Mano i dorëzoi çmimin duke kryer edhe urimin e rastit për festën e 7 marsit. Ai e quajti shkollën e medresesë, një shkollë model në Shqipëri me nivele të larta të mësuesve dhe nxënësve. Unë do sot të përcjell të gjithë mësuesve tanë të dashur urimin për 7 marsit, një ditë e veçantë, një urim i cili vjen në një vit të veçantë, në vitin e 125 vjetorit të hapjes së shkollës parë shqipe, por edhe të 100 vjetorit të shpalljes pavarësisë. Duke pasur fatin që të kem disa detyra të rëndësishme në vitet e fundit, kam pasur dhe fatin që të jem pranë Zotit Omer dhe pranë të gjithë atyre të cilët janë përpjekur për të hapur fillimisht të shkollë, po dhe më pas për të ecur më përpara medreseja, dhe ja ku kemi arritur sot, një shkollë model në Shqipëri, një shkollë e cila është rritur jo vetëm nga ana sasiore, por dhe nga ana cilësore, dhe këtë tregon numri më i shumtë i nxënësve që ne kemi çdo vit këtu, numri më i madh i klasave që ne kemi, por dhe sigurisht niveli shumë i lartë i të gjithë mësuesve të cilët militojnë në këtë shkollë. Për këtë arsye, unë ju falenderoj dhe ju jap edhe një herë gëzuar 7 marsin mësues të dashur. Ndërsa çmimi i dytë i fituar nga nxënësja e shkollës Raçi Qirindxhi, Katerina Çifligu, ju dorëzua asaj nga drejtori i Drejtorisë Arsimore Rajonale Arben Belba. Ai e quajti festën e 7 marsit të veçantë, duke thënë se të gjithë duhet të ulemi me respekt ndaj punës së madhe dhe të palodhur të mësuesit. Është një moment ku ne ulemi me respekt të gjithë për veprën, për punën, për djersën, mundimin, për sakrificat e mësuesve në vite në edukimin e brezave të tërë. Natyrisht që kontributi tyre ka qenë i vyer deri tash ku jemi dhe ne duke kontribuar. Dhe unë ndjej kënaqësinë që në këtë moment kaq të veçantë të përcjell tek ju rezultatet dhe arritjet më të mira që ka patur rajoni ton, institucionet tonë arsimore gjatë maturës së vitit 2011. 3 shkollat e para në 485 shkolla që ju nështruan procesit maturës shtetërore në maturën e 2011-ës janë nga rajoni Korçës. Dhe unë ndjej momentin të i përshëndes që të gjithë. Nënkryetari i Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filoj, ka dorëzuar çmimin e tretë nxënëses nga shkolla Ersekës, Eugenia Rorka. Ai ka kryer përshëndetjen e rastit në emër të Bashkisë së Korçës. Ndërmjet datave shumë të rëndësishme që e lidhin qytetin tonë me traditat historike, patriotike dhe kulturore, dita e 7 marsit të vitit 1887 zë një vend shumë të rëndësishëm. Është kjo ditë kur nëpërmjet mundimit dhe sakrificave
të patriotëve të qytetit Korçës, po dhe qytetarëve të tij, u bë e mundur çelja në qytetin tonë e mësonjtores së parë shqipe, ndërmjet institucioneve të tjera arsimore, një vend shumë të rëndësishëm zë dhe medreseja e qytetit Korçës, si një institucion i cili edukon nxënësit e tij në mënyrë moderne dhe bashkëkohore. Dhe për këtë dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë drejtorin e medreset, zotin Omer Çadish, për rolin e tij të rëndësishëm që në themelimin e këtij institucioni, po dhe në konsolidimin e tij në vitet në vijim. Dëshiroj gjithashtu, duke përfituar nga rasti i këtij aktiviteti të sotëm, t'ju uroj gëzuar ditën e mësuesit pra 7 marsin të gjithë mësuesve të medresesë qytetit Korçës, po dhe gjithë mësuesve të qytetit Korçës. Rektori i Universitetit Fanoli, Gjergji Mero, pasi dorëzoi çmimin e 4 nxënëses nga Pogradeci, Engji Bërduku, tha se aty ku punohet ka rezultate dhe këtë e dëshmon më së miri shkolla e medresesë dhe nxënësit e saj. Unë dua të përcjell 2 mesazhe. Të parin një urim dhe përgëzim për këta nxënës të shkëlqyer të kësaj shkolle që na përcjellin mesazhin e punës, të dijes dhe të bashkëpunimit. Urim dhe falenderim për të gjithë pedagogët, mësuesit e shkollës, drejtorin e shkollës për bashkëpunimin mjaft të suksesshëm që kanë pasur me universitetin dhe ju siguroj se ky bashkëpunim, zoti drejtor, do të jetë edhe më i fortë në të ardhmen, sepse kjo shkollë na përcjell atë mesazh që të gjitha institucionet arsimore të qarkut Korçës duhet të hedhin sy tek drita e diturisë, por të këto institucione dhe kjo medrese e cila na tregon se aty ku punohet ka rezultate. Këta nxënës nuk janë vetëm nxënës të shkëlqyer, por dhe artistë në skenë sot na kanë emocionuar. Urime dhe suksese. Të gjithë mësuesve të qarkut të Korçës, gëzuar 7 marsin. Programi festiv vijoi me humor dhe këngë të përgatitura nga nxënësit, të cilët merituan shumë duartrokitje nga të pranishmit.